Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë, Ivica Dačić, kërkon dënimin e serbëve që bashkëpunojnë me autoritetet kosovare dhe kroate për gjetjen e varreve masive. Përmes një interviste televizive, ministri Dačić shpreh qëndrimin që duhet të mbajë Beogradi ndaj bashkëpunëtorëve serb për gjetjen e viktimave të luftës. Pustite vi Amerikance, Nemce, Turke i sve. Šta ćemo mi sa Srbijom? Koji podkazuju Albancima i Hrvatima, pričaju razne gluposti, pokazuju im gde su sahranjeni Albanci širom Srbije. Lërini ju Amerikanët, Gjermanët, Turqit dhe gjithë të tjerët. Çfarë do të bëjmë me serbët që u tregojnë shqiptarëve dhe kroatëve? Flasin për lloj budallallëqesh. U tregojnë atyre ku janë varrosur shqiptarët në të gjitha ndej Serbin, deklaroi Ivica Dačić. Lajmi bëhet i ditur përmes faqes zyrtare të Ministrit të Punëve të Brendshme të Kosovës. Xhelar Zveçla deklaron se Serbia në njëra anë refuzon të japë informacione për personat e zhdukur, ndërsa në anën tjetër kërcënon dhe burgos qytetarët e saj që bashkëpunojnë për gjetjen e këtyre varreve. Kryetaria e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit, Sonja Biserko, deklaron se në Kosovë ende ekzistojnë shumë varreza masive të pazbuluara, të cilat sipas saj dëshmojnë për përmasat e krimeve të kryera gjatë luftës. Në intervistë për Info Magazine në Klan Kosova, Biserko tha se këto varreza janë treguese në masivitetin e krimeve që Serbia i ka kryer në Kosovë, por po ashtu dhe në Bosnjë dhe Kroaci. Për Biserkon, çdo zbulimi një varri të ri e hap çështjen e përgjegjësisë së Serbisë, e cila kur nuk është përballur me këtë çështje. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Rreth 100.000 fëmijë në Shqipëri pritet të përfitojnë nga plani i veprimit për garancinë europiane për fëmijët 2026-2030. Përfitues sipas ministres së shëndetësisë Elvis Sala janë fëmijët me përjashtim social ose me cilësi të veçanta. Plani parashikon masa të koordinuara në fushën e mbrojtjes, shëndetësisë dhe arsimit me synim për të garantuar akses më të mirë në shërbime sociale dhe mundësi të barabarta për zhvillim. Një nga masat konkrete është dyfishimi i mbështetjes financiare për rreth 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuar, si dhe njohja e kontributeve të sigurimeve shoqërore për kujdestarët e tyre. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëron për një skemë ligjore e cila do të bëjë të mundur, sipas tij, shmangjen e përgjegjësisë ligjore ndaj ish zëvendës kryeministres në hetim Belinda Balluku. Pasi u paraqit në SPAK për mosbatimin e masës së sigurisë detyrim paraqitje në një deklaratë për mediat, Berisha deklaroi se ministret gratë zyrtare të qeverisë përdorin shenjtë të rinë e mëmësisë për të shpëtuar nga krimet. Gratë zyrtare të qeverisë përdorin edhe mëmësinë, shejtërinë e mëmësisë për të shpëtuar nga krimet për të cilat duhet të digjeshin në ferr për vjedhjet që kanë bërë. Pra, në qoftë se kjo vazhdon ky hesap, Shqipëria do të bëhet vendi më i turpruar në botë. Unioni i gjyqtarëve dënon mosbatimin e gjykatës kushtetuese nga Kuvendi i Shqipërisë për çështjen e pagave të gjyqtarëve. Unioni i gjyqtarëve, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve dhe Shoqata e Prokurorëve të Republikës së Shqipërisë ka reaguar pas përfundimit të afatit të lënë nga gjykata kushtetuese për ndryshimin e ligjit mbi statusin e magjistratëve. Sipas tyre, gjykata përcaktoi kriteret kushtetuese për hartimin e një formule të re pagash dhe i la Kuvendit afat deri më 31 korrik 2026 për të miratuar ndryshimet përkatëse. Shoqata u bën thirrje institucioneve të zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Sipas tyre, mosveprimi i Kuvendit brenda afatit të caktuar nuk krijon boshllëk ligjor, pasi formula e re e pagave hyn automatikisht në fuqi. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.